Universi po të kujton diçka që e ke ditur para se të lindje. Mos e injoro këtë shenjë. Në thellësi të shpirtit tënd ekziston një kujtesë që se mban mend me mendjen, por e ndjen me çdo frymë. Çdo ëndër që përsëritet, çdo takim që duket si rastësi, çdo dejavu që të lë pa fjalë, nuk janë thjesht përjetime. Janë kujtime nga para se të vish në këtë botë dhe tani universi po t'i risjell një nga një. Nëse po ndjen ngarkesë, mall, trishtim apo qetësi të pashpjegueshme, mos e shpërfill, është shenja që po zgjohesh shpirtërisht. Universi po të flet. Dëgjo me shpirt, jo me vesh. Dashi, një energji e thellë po lëviz brenda teje, dashi. Kjo javë do të hap plagë të vjetra, por jo për të lënduar, për të kujtuar se nga ke ardhur. Nëse je ndier i humbur kohët e fundit, mos u frikso. Është procesi i ringjalljes së kujtesës shpirtërore. Një takim ose mesazh i papritur do të ndesë një ndjesi të fortë njohjeje, sikur ke jetuar këtë moment më parë. Në punë, universi po të vendos përballë një vendimi që kërkon guxim, jo logjik. Në dashuri, dikush që ka qenë pjesë e jetës sate më parë mund të rikthehet për të përfunduar një mësim të papërfunduar. Mos kërko shpjegime, prano shenjat, sepse përmes tyre universi po të udhëzon drejt versionit tënd të vërtetë. Mbyllë sytë dhe thuaj: e kujtoj kush jam. Daforia. Gjithçka që po ndjen tani, edhe pa arsye, është zgjimi yt shpirtëror. Universi po të çon në përkujtime që nuk janë nga kjo jetë, janë nga rrënjët e shpirtit tënd. Mund të ndihesh i ndjeshëm, nostalgjik apo edhe i lodhur pa shpjegim. Mos i lufto këto ndjesi, sepse përmes tyre po çlirohesh. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të bëjë të qash, por ato lot janë shërim. Në punë, një mundësi që e ke pritur prej kohësh do të shfaqet në mënyrë të befasishme, mos e humb. Në fundjavë mund të kesh një ëndër të fortë simbolike, ajo nuk është fantazi, por kujtesë nga para se të lindje. Universi po të kujton rrugën e misionit tënd dhe tani është koha për ta ndjekur. Akrepi, ti ndjen gjithçka më thellë se të tjerët. Këtë periudhë, shpirti yt po hap arkivat e veta sekrete. Mos u çudit nëse ke ndjesinë se diçka po të ndodh që më parë ke jetuar. Universi po të kujton dhuntin tënde, të shohësh për te iluzionit. Në dashuri mund të zbulosh një të vërtetë që ndryshon gjithë perceptimin tënd, mos e merr si tradhti, por si zgjim. Në punë, një energji e re do të çojë drejt një roli që të ka pritur prej kohësh. Nëse ndihesh i lodhur shpirtërisht, qëndro vetëm për pak, drita do të vijë në qetësi. Universi po të teston nëse je gati të përballesh me versionin tënd të plot, pa maska. Peshit, ti je porta mes botës së dukshme dhe asaj të padukshme. Në këtë periudhë, ndjeshmëria jote është një dhuratë hyjnore. Universi po të dërgon mesazhe përmes ëndrave, këngëve, sinjaleve të rastësishme. Mos i shpërfill, janë kujtime nga para se të lindje, pjesë të një udhëtimi më të madh. Në dashuri, dikush do të shfaqet në momentin e duhur për të rikthyer besimin në lidhjen shpirtërore. Në punë, intuita jote do të udhëheqë drejt suksesit, mjafton ta ndjekësh. Nëse ndihesh i lodhur, merr frymë dhe kujto se ke ardhur këtu për një arsye. Mos kërko logjik në gjithçka, kërko ndjesi. Universi po të flet me gjuhën e shpirtit. Universi nuk flet me fjalë, flet me përvoja. Ato që po ndodhin tani janë dënim, janë kujtesë, një kujtesë që të rikthen te vetvetja e vërtetë. Nëse kjo video të preku, është sepse ishte për ty. Shkruaj në komente: e kujtoj kush jam dhe jam gati për fazën time të re. Mos haro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo video është një mesazh që të gjen në momentin e duhur. Universi s'vonon kurrë. Ai pret derisa ti të jesh gati.